People say I'm crazy. Just let them talk, but I really don't mind. You know, for me it's all a different story. Because I found what is so hard to find. Crazy about you, feels so good. I'm just crazy about you. Përshëndetje, jemi bashkë në çfarë nuk tregojnë femrat, në një tjetër nga ato takime me emocione, në një tjetër mbrëmje, me një nga figurat e dashura të paktën të ekranit blu televizion. Ka folur për vete, kemi ndarë dhe kemi përcjell edhe këshilla dhe sugjerime në tema të caktuara që ka qenë e ftuar, por sot fokusi është tërësisht tek ajo, tek jeta e saj, tek të pathënat e saj, por dhe tek ato çka ajo thotë e transmeton në të përditshmen. Leneda Alilaj. Faleminderit që je me mua. Të falenderoj për ftesën. Ishte një kënaqësi ftesa që ju më bët dhe jam shumë e kënaqur që ndodhem këtu në emisionin tuaj. Je mësuar me ekranin e Blu Televizion, edhe me mua tashmë, sepse kemi ndarë temat të caktuara në kohë të ndryshme, por sot do të flasim dhe do të përqendrohemi për të njohur Lenetën. Leneta është një nga ato gra dhe nga ato zonja, e cila në heshtje, pa zhurmë, pa drama queen, pa show, por që bën gjëra të mëdha në jetë. Dhe në shumë fusha. Si ka ndryshuar jeta jote në kohë, në vite? Për çdo njeri besoj që jeta ndryshon me kalimin e viteve. Jeta gjithmonë është e vështirë, nuk është gjithmonë aq e thjeshtë sa të gjithë e mendojnë. Varet çfarë të sjell jeta dhe ne gjithmonë duhet jemi të përgatitur që të gjejmë zgjidhje për problematikat që ne na vinë në jetë. Jeta ime ka ndryshuar shumë, e kam menduar shumë ndryshe, mendoja se gjithçka do ishte shumë e thjeshtë, shumë e gëzuar si ato libra që unë kisha lexuar, por në të vërtetë ka qenë me ngritje, me ulje, si për mirë si për keq. Jam munduar që të gjej mënyrë më të përshtatshme për ta zgjidhur x problem që mund të kem patur në jetën time. Nuk po them që kam qenë e perfekte në çdo lloj zgjedhje që kam marrë, por gjithsesi jam munduar gjithmonë që kush ka qenë më e mira për jetën time, për familjarët e mi dhe që të kem një zgjidhje optimale për çdo problem që mund të kem patur në jetë. Lenet, për të gjithë ndoshta edhe që të shikojnë për herë të parë, se rastis, ku je fokusuar tashmë, ku ka qenë kontributi yt më shumë, ku ka qenë kontributi yt më pak, domethënë na fol për veten. Unë për ata që nuk më njohin, domethënë, profesioni im është infermiere, atë që kam studiuar, por përveç infermierisë, unë kam patur edhe një pasion tjetër që ka qenë gjithmonë në fusha e sportit dhe jam marrë gjithmonë me trajnimin e qytetit të Vlorës, siç kam qenë trajnere palestre, e personave të cilët kanë ardhur dhe janë trajnuar në palestër, por gjithashtu kam trajnuar dhe vërtetuesit e plazhit për qytetin e Vlorës. Për cilën e kemi ndarë materiale boll për publikun. Po, shumë e vërtet, që për atë kam qenë më shumë në intervista dhe ftuar dhe kam folur gjithmonë për pjesën e profesionit dhe çfarë unë bëj për këta persona që trajnohen. Në përgjithësi kjo është ajo që unë fokusohem më shumë, domethënë stërvitje dhe kujdes shëndetësor. Këto janë ato dy fushat shkojnë paralelisht. Dhe në jetën reale këto shkojnë paralelisht, domethënë, se po nuk patë shëndetin ti nuk stërvitesh dot, po nuk u stërvite nuk e ke dot shëndetin. Domethënë janë duhet bërë pak mund që ta fitosh edhe tjetrën, ose më saktë duhet të si je me këto këshillat për të stërvitjen. Domethënë, kur të jepet rasti dhe diskuton ose sugjeron, si ju a përcjell? Si fton njerëzit të stërviten? Si bin? Ke një mënyrë bindse? Apo thjesht e lë ta hapur alternativën? Jo, shiko, bindja nuk po them se unë marr. Se teorikisht e dim gjithë ne që duhet të stërvitemi, po kur vjen puna për stërvitje, unë e ofroj këtë shërbim në një palestër, në momentin që personat vinë në palestër edhe bëjmë pjesë e grupit që unë stërvis, mundohem që aty të jap këshilla, që këshillat të fillojnë që nga pjesa e ushqyerjes, regjimit ushqimor, që besoj si gjëja kryesore që në momentin që dikush do të jetojë shëndetshëm, duhet edhe të ushqehet shëndetshëm. Me ato mundësi që ka, sepse është një gamë shumë e gjerë për të folur për pjesën e regjimit ushqimor, po thjesht të kenë një ndryshim, një stil jetese më të shëndetshëm për veten e tyre, por edhe për familjarët që ata kanë në shtëpi. Sepse
për një femër është shumë e vështirë që ti të gatuash vetë për veten tënde dhe ndryshe për familjarët. Mundohen që të gjithë të hanë shëndetshëm. Kjo është shkalla e parë. Pastaj, gradualisht, duke u lehtësuar, sidomos ata që kanë për herë të parë stërvitjen, duke u lehtësuar që ti mësosh, ti mbështesësh, të qëndrosh atje me ta dhe të jesh si në gatishmëri për që ai ta pëlqej këtë rrugë që po fillon. Pastaj rezultati në momentin që këto dy shtylla, ushqyerja dhe stërvitja e duhur është në jetën e tyre, rezultatin ata ta shikojnë vetë dhe shikojnë shumë mirë tek masat dhe për masat e tyre që sa vite ndryshojnë, por dhe nga ana psikologjike ndihen shumë mirë në momentin që ata i vënë. Përgjithsisht sporti e ka këtë benefitën që të jep një vetbesim dhe një energji, edhe nëse ti nuk e ndryshuar fjala bie, në atë që për ne është e rëndësishme në peshore, në kilogram, e në të gjitha, të paktën të motivon, jo të paktën, por të motivon fuqishëm, edhe ti e përballon edhe jetën në këndvështrim tjetër, më fort, më vetbesuese edhe. E ndjen këtë diferencë te klientela jote? Ndryshe të vinë në fillim, ndryshe të ikin? Më vinë ndryshe, më ikin, vinë me atë idenë që do 1 muaj ose 2 muaj ose 3 muaj. Ajo është ideja gjithmonë e femrave që 3 muaj palestër dhe unë do ndryshoj, do bëj atë trupin që ato e kanë në mendje. Por duke parë që me kalimin e kohës ato po ndryshojnë shumë gjëra në veten e tyre, jo vetëm trupi që ai është si në matematik 1 + 1 bëjnë 2 dhe në pjesën e stërvitjes, në momentin që ti vjen në stërvitje dhe ke edhe një regjim ushqimor të ndryshuar në benefitin tënd, atëherë ti do ndryshosh. Po ato shikojnë që ndihen shumë mirë psikologjikisht dhe në momentin që mungojnë 1 ose 2 ditë, thonë që shikoja orën edhe mendoja që pse nuk vajta sot në palestër, sepse se bëra këtë rutinë që unë e bëj gjithmonë, sepse më heq stresin, më gëzon, më duket më zhbër si një tip klase, si diçka që unë argëtohem. Si është pjesa që njerëzit argëtojnë kur shkojnë për të pirë një kafe ose për shkuar për një drek ose për një darkë, dhe në momentin që unë vi këtu më është bërë një gjë e jetës time të përditshme dhe diçka që më jep një satisfaksion shumë të madh veten time. Dhe unë në atë moment më them që më bëhet shumë qefi që ti po merr benefitet e aktivitetit që ti po ushtron, por më bëhet edhe shumë qefi që po ndryshoni dhe po bëni diçka që është vetëm për veten tuaj. Se mama shqiptare janë gjithkohës do bëjmë këtë, do bëjmë atë, duan gjithçka t'i kenë në ato kornizat e tyre, do të thënë diçka ideale, por në momentin që ato po bëjnë diçka për veten e tyre, ndihen akoma më mirë. Dhe janë të afta që të bëjnë më shumë dhe për familjarët e tyre. Ne ndajmë bashkë të njëjtin pasion për palestrën, në mënyra të ndryshme, se vetë teknologjia e ka mundësuar që të ketë alternativa të ndryshme, por e di çka vëre unë të paktën nga eksperiencat e mia me zonjat, zonjushat, përgjithsisht që janë më të predispozuara për të ndryshuar veten, që shikojnë edhe trajnerin, personal trainer, ose personin me cilin ndajnë eksperiencën e aktivitetit sportiv, edhe si psikolog. Të ndodh? Më ndodh shpesh. Është shumë e vërtet kjo që thua. Si e shikon edhe këtë funksion, edhe këtë pozicion që ne vijemi? Duam apo s'duam ne bëjmë pjesë e jetës së tyre. Dhe disa femra të cilat mund t'i kenë shumë të kufizuar ato kornizat e qasjes me shumë persone në shoqëri dhe është hapi parë që ato vinë në një ambient të ri që nuk e njohin dhe ato ju duket sikur ti je një mik e tyre shumë e dashur dhe të shprehin çfarëdo lloj gjëje edhe të kërkojnë edhe mendim që shiko, mund të bëj këtë, mund të bëj atë si mendon, domethënë ti bëhesh mikja e një personi që ti nuk e njeh fare. Dhe ajo të falë me të vërtet një kënaqësi kur ti bizeton me këtë person. Me thënë dhe jemi, duam apo s'duam, jemi pjesë e bisedave të gjata në familjen e tyre. Kthehemi shumë friendly dhe vetë seanca pastaj e sportit, e aktivitetit fizik, kalon edhe me batuta, kalon edhe me sportivitet, nuk e merr dhe me aq seriozitet që po se patë ndryshimi se s'bën të dukshëm në kohë të momentit, se ne e kemi tek këtë. E duan. Po me këtë çështje që o tani do psohem, ose të ka ardhur ndonjëra nga eksperienca jote e irrituar. Pse nuk kam ndryshim? Kam patur, sepse unë kam pothuajse 12 vite me këtë lloj profesioni të dytë dhe më ka ardhur të thonë kam shkuar në shumë vende, nuk jam dobësuar, jo po kam këtë problem, përgjithsisht ky target. Shiko, unë mendoj se këta persona mendojnë se vetëm duke bërë stërvitje ti do arrish çdo gjë. Dhe kjo është mendësia që edhe unë mendoj. Por shumë e gabuar kjo, se unë i them ti me mua je vetëm 1 orë.
Dita dhe nata ka 24 në total. Njëri me mua, tani 23 orë ti që je në jetën tënde të përditshme, duhet të jesh edhe një sa gjëra. Unë nuk po të them të bësh çdo gjë që unë po të flas me ju t'i bëni 100%. Mundoni dal nga dal, jo në mënyrë stresuese, se ka dhe njerëz që masin, peshojnë, bëjnë disa strik, po nuk hapin syt, është e vërtetë. Po nuk ka jetë gjatësi kjo gjë. Ideja është që ti ta bësh rutinë të vetes tënde dhe ta përcjellësh te fëmia, se fëmia në përgjithësi çfarë shikon atë bën, nuk është se ti i thua, thoj sa të duash ti, ai nuk është se i zbaton ato që ti i thua. Momentin që ti e bën, ndryshon atë mënyrën të gatuarit, ndryshon mënyrën si ulesh në tavolinë, ndryshon mënyrën se si ato oraret mund të sasia, cilësia, do të thënë nuk duhet ti të bëni avash, gradualisht dhe bëre një mënyrë jetese. Mos mendo vetëm 3 muaj dhe 1 vit, jo. Gjatë gjithë kohës, siç shkon që bëni aktivitet të përditshëm tëndi që ke vite që e bën, bëj edhe këtë dhe gjithçka do vi gradualisht. Vërtet ti je personal trainer, nuk je nutriciste, por pak a shumë jemi bërë edhe është ajo që thamë që në fillim, që jemi bërë mjek të vetes. Sepse si reagon metabolizmi im, absolutisht e di unë, pavarësisht këshillave dhe sugjerimeve të një mjeku nutricist. Por përgjithsisht je dhe e mbështet filozofinë e dietave të forta? Unë personalisht kam provuar disa dieta, sepse kam një gjë që nëse dua ta kuptoj se si do ndihet dikush, dua ta provoj një herë vetë. Ta di, do me thënë, e kam edhe në mënyrën e të folur dhe mënyrën e një problemi që mund të ketë dikush, unë poste provova vetë ose ta hedh në veten time, nuk e kuptoj dot aq mirë. Nuk e di mbase kështu jam krijuar unë, nuk e di këtë pjesë. Dhe kam provuar disa lloj dietash, por kam dalë në konkluzionin që dietat e forta nuk kanë një gjatësi dhe nuk janë shumë të mira për shëndetin. Sepse ti nuk është se je për nëse ti je për një garë, ke një objektiv që duhet ta arrish për X muaj ose X viti dhe ti normalisht do stërvitesh fort, do mbash dieta të forta për të patur rezultatin. Dhe pastaj mbaron, ti e kape rezultatin dhe përfundon dhe vazhdon kthehesh në rutinë. Kurse njerëzit në përgjithësi, gjithë popullata duhet të ketë të idenë që të hajë shëndetshëm, të stërvitet, të jetoj i lumtur me veten e tij dhe me gjithë njerëzit që e rrethojnë. Ky është mendimi im dhe këtë konkluzion kanë nxjerr në dieta, sepse nëse bën dieta të forta, e para njëherë të duhet kushtet ekonomike duhet i ketë shumë të mira, sepse ushqimet kërkojnë gjithmonë një anë financiare të lartë. E dyta, duhet kesh një kohë shumë të madhe për veten tënde. Që ne mamat nuk është se kemi këtë luks që të rrim gjithë ditën te kuzhina, të vemi të masim, të peshojmë, të shkojmë të blejmë. Apo të gatuash për çdo pjesëtar të familjes. Kështu që mendoj që dietat e forta duhet të jenë vetëm për ata që kanë objektiva sportive, konkurruese, kurse për popullatën në përgjithësi të mundohen të hanë shëndetshëm, të mundohen të mos të hanë ushqime që janë gati, të mundohen të zgjedhin bazën ushqimore, ta zgjedhin të cilësisë, sepse po të kërkosh gjën. Unë për shembull mundohem që çdo gjë të kem, jo të shkoj vetëm në një supermarket dhe t'i blej të gjitha gjërat. Po thjesht çdo gjë e kam të sigurt këtu, e kam te ky shok, te ky mik, te ky dyqan, te ky. Atje ku e di që janë bio. Unë mundohem. Tani sesa kështu nuk po hyj më shumë shpejt, po mundohem që të ha pak dhe ta saksimi mësuar, se ne për shumë jemi dhe brezi që jemi mësuar që të hamë e shijojmë atë ushqimin edhe me një gjë të vogël na shijon, kurse unë nuk e di, po për veten time unë e shijoj shumë, është një nga ato kënaqësitë e pakta në jetë them, vetë të shijuarit të ushqimin. Qoftë edhe nuk është këshill kjo për të marrë, mos e dëgjoni këtë pjesë, bëni skip, por që edhe ato fast foodet e shkreta na shijojnë në maksimum, apo ato pjetë e gazuar, apo ato mbrëmjet jashtë. Janë pjesë e jetës të gjitha, normalisht. Nëse do dinë të racionojmë ose të mbajmë një ekuilibër, të paktën e teprojmë sot, por nesër lëvizim dhe kemi një jetë më aktive, absolutisht që jeta është edhe më e balancuar. Edhe trupi e tregon këtë balans. Por do ndalesha në një nga ato kuriozitetet që dua ta ndaj faktikisht. Ne vim dhe bëjmë aktivitet sportiv. Dhe them ne, e përsaktoj tek ne, se problematika dhe komplekset më të mëdha ne femrat i kemi. Si për dresh ne e kemi, pse floku kështu, pse ngjyra e flokut jo më vete, jo nuk më vete, po pse jo këmisha, sa u vonuam ne sot për të dalë shumë në transmetim, ja, këto janë të gjitha ato problemet.
E bëjmë për vete apo e bëjmë për të tjerët? Tani unë këtu do ndalesha të thosha diçka që unë në përgjithësi personalisht jam një tip që nuk e vras shumë mendja se çfarë thon të tjerët. Nuk e di pse, mund të jem çiksien zhdërvjellët në këtë pjesë, domethënë, sepse them që unë dua të ndihem mirë me diçka që bëj, pastaj se i pëlqej tjetrit, si pëlqej tjetrit, kjo është dhe çiksi në mendimin e dikujt tjetër. Por kam parë që femrat janë i mshojnë shumë pjesës së aparencës së jashtme dhe nuk e bëjnë për veten e tyre, po e bëjnë vetëm se si do duken, si do paragjykohen dhe si do mendojnë të tjerët në momentin që ti del nga shtëpia. Dhe u them gjithmonë që mundohuni që i hiqni këto paragjykime sepse nuk u sjellin asgjë, thjesht ju sjellin një stres në mendjen tuaj dhe ju lodhin më shumë dhe me qeshur them u plakin para kohë ta dini, kështu që mendoj është vetë natyra e femrës që e ka këtë gjë. Më ndalo dhe tek paragjykimet, se do ndajmë të tilla ose eksperiencën tonë edhe për të folur për këtë. Por para se të ndalemi te paragjykimet, ne do të shkëputemi vetëm për pak hapësirë publicitare. Nxitoni për takimin e radhës. Qose jemi vonë, na duhet një taksi. Regina Taxi për një udhëtim të sigurt, të shpejtë dhe komod. Automjetet tona eco-friendly gati për t'ju shërbyer 24 orë në ditë. Shkoni në destinacionin tuaj me Regina Taxi. Numër kontakti 068 99 77 777. Pushime në Vlorë? Planifiko dhe rezervo nga tani pushimet perfekte në Regina Group Vlorë, rrjetin e hoteleve me 4 dhe 5 yje. Pushimet tuaja do t'jenë të paharruara. Zgjedhni mes Regina Blue, Regina City dhe Regina Garden. Rezervo në +355 69 20 65 399. Email sales@reginagroup.al. Regina Group, service you can trust. Ja dhe jemi sërish së bashku, pas shkëputjes publicitare, jemi së bashku me Lenedën. Me Lenedën po ndajmë të gjitha ndjesitë edhe të gjitha eksperjencat nga pak kudo. Se faktikisht gjendesh nga pak kudo. Edhe më vjen çudi se i bën mirë të gjitha atje ku të paktën të rastisë të japësh më të mirën tënde. U shkëputëm duke u ndalur tek paragjykimet. I ke ndjerë në lëkurë Lened? Më vjen keq që të them që jo, po në të vërtetë i kam ndjerë këto paragjykime dhe kam menduar gjithmonë që paragjykimet do jenë në punën që unë bëj, nga që i bëj më shumë me gjininë mashkullore, tek trajnimi virtuoze të plazhit, por në të vërtetë nuk ka ndodhur atje. Përkundrazi, ata më shikojnë si diçka shumë autoritare atje dhe jam çuditur faktikisht që atje nuk kam patur të tilla gjëra. Por paragjykimin e kam ndjerë tek shkolla e fëmijëve. Atje ka qenë një rast që nuk e mendoja se mund të ndjesha atje, për ato... Dhe ndashme ne? Do me thënë, është aq personal, aq intim sa
të mund ta përmendim ose të paktën ta prekim sipërfaqësisht, apo dëshiron vetëm të paktën të kuptojmë pse? Po vetëm se Leneta ka 2 fëmijë të dashur mi, që i ka adoleshent tashmë, i kanë moshë 15 dhe 12, një vajzë dhe një djalë, i ka edhe shok, edhe shok jetë, por gjithsesi autoritetin e mamit duhet ta kenë. Kështu që, por që momentalisht nuk e di në qoftë se e teproj, por jenë një nënë që e ke përballuar vetëm rritjen e tyre. Padyshim edhe me palën tjetër, por që vetë përgjegjësia më e madhe është tek ty. Nëna e ka këtë. I atribuohet kjo. Është instikti i nënës, edhe pse pala tjetër gjithmonë ka qenë prezent, të paktën me fëmijët, por unë gjithmonë fëmijët i kam konsideruar si shok, edhe kur kanë qenë pak më të vegjël, tani që janë pak më të rritur. Vetë sporti që ata kanë frekuentuar që në moshën 3 vjeçe, si çuni dhe goca, i ka bërë që të kuptojnë pak më shumë dhe të rriten pak më shpejt në krahasim me bashkëmoshqatarët e tyre, se artet marciale janë sport të cilët të rrisin atë vetbesimin, të rrisin atë që shikoj unë jam i aftë të bëj çdo gjë dhe nuk është se kam shumë nevojë për mamin ose babin të më qëndrojnë nga pas për të më udhëhequr. Pavarësisht që ata gjithmonë na kanë patur, por personaliteti i tyre është krijuar shumë ndryshe vetëm nga ky lloj sporti, që tani janë goxha nivele të larta me breza të zinj të dy. Dhe unë të them të vërtetën jam shumë e kënaqur me ata fëmijë që kam, sepse i kam fiks shok dhe miq shumë të mirë, për çdo lloj gjëje që unë komunikoj me ata, më kuptojnë. Mund të kenë atë natyrën e tyre që janë pak më të hedhur se fëmijët e tjerë, nuk kanë komplekse në mënyrën e të folur ose në mënyrën e të marrë një vendim. Je kënaqur me këtë sjellje e tyre? Se keq ti kesh të tërhequr, keq ti kesh aktive dhe mbi të gjitha ekspresiv. Do të thënë, në kohën e sotme prindërimi nuk ka pasur recetë asnjëherë, paktën nga çfarë kemi dëgjuar, por prap është detyrë e vështirë. Është shumë e detyrë e vështirë dhe ky brezi tani ka disa vështirësi akoma më shumë, sepse ne nuk kemi hasur me përpara me këto lloj vështirësitë e gjeneratës së re, por gjithmonë të rishe mos e kaput me fëmijët. Mundohu nga njerë të bëhesh atë rolin e keq, nga njerë rolin e mirë, deri diku ku të gjendet gjuaja përbashkët. Por gjithmonë nuk janë gjëra të prera me thik, domethënë. Ka prindër që i kanë fëmijë të urtë dhe i duan pak të zhdërvjell, ka prindër që i kanë të tillë dhe i duan pak më të urtë. Unë në fillim, kur kanë qenë pak më të vegjël, kam pasur shumë problem, sepse bënin ato të moshës së tyre, po ti nuk di se çfarë të pret në palën tjetër me ata nxënës që ata rrethoheshin për klasat e tyre dhe gjithmonë dilin më problematikët. Por për çunin e kam fjalën, por me kalimin e kohës ka ndryshuar, se ka një gjë të dy fëmijët që janë shumë të dashur me njëri tjetrin, por janë shumë të dashur me të tjerët. Në ne bëni gabimin, më fal dhe pastaj ishin gjë gjithkohës, më thënë, edhe tani që unë po flas, djali është një nga personat më i dashur nga të gjithë që e rrethojnë. Se janë fëmijë që falin shumë dashuri. Dhe këtë gjë kthehem prapë gjithmonë te sporti. Ky ja ka ushqyer këtë, pavarësisht se në shtëpi, në familje gjithmonë dashuria nuk u ka munguar, edhe fëmijët na njerë janë dhe pasur e prindit, pavarësisht se me kalimin e kohës mund të kenë gjëra që mund ta ndryshojnë dhe shoqëria në këtë periudhë ka shumë efekt tek fëmijët, por sido që të rrotullohesh prapë pasur prindrit, domethënë. Me këtë filozofi. Me këtë filozofi janë duke parë nga familja ime dhe duke rritur, domethënë jam shumë e bindur që është pasur e familjes. Por ka dhe ca gjëra që janë disa faktorë që ndikojnë, që mund të jetë shoqëria, mund të jetë faktikisht në çfarë diskutojmë ose kemi ndarë edhe me zonja, zonjusha që janë nëna, është ideja që fëmijët nuk janë çfarë ju thua, që ulesh dhe flet edhe flet. Është ajo që sapo e cituam, që fëmijët janë modeli yt. Okej, model i transformuar absolutisht, se gjithkush ka karakterin e vet, individualitetin e vet, por që është modeli yt. Unë jam e bindur që fëmijët nuk bëjnë atë që ti thua, po bëjnë atë që shikon se ç'a bën ti. Ose shikojnë ç'a bëjnë të tjerë që i rrethojnë. Këta fëmijë e kësaj gjenerate janë shumë të tërhequr ndaj shoqërisë. Ti folu sa të duash, dhe na njerë thua që më fali, fola fëmijës apo i fola murit.
Se nuk reagojnë, nuk zgjedhin të reagojnë. Krejt indiferent. Nuk e di pse është gjithë kjo gjenerat kaq. Vetëm në gjërat e tyre reagojnë ose mund të shikosh. Te gjërat e tyre janë aq shumë të informuar, janë aq shumë të interesuar sa që derisa t'i dalë në fundi muhabeti dhe zgjidhja së problemit, të marrin atë që duan edhe pastaj vazhdojnë atë planin e tyre. Ku je përqendruar që ata ta kenë në jetë? Në sensin ku ke punuar më fort, edhe me veten, edhe me të dy, mosh madhore, mosh të rritur, mosha të vështira, por që ti ke dashur që ata ta kenë në jetën e tyre nga ty, fort. Flas në vlerë, flas në vlerë morale dhe njerëzore, jo. Jam përpjekur në shumë fusha, por atë që unë kam ngulur më shumë ka qenë ajo pjesa që duhet të jenë të dashur me të tjerët, duhet që t'i ndihmojnë të tjerët kur ka nevojë, jo me interes. Me thënë, këtë pjesë në interesit e kam shumë problem se duan shtyje edhe nga të tjerë dhe është kjo gjenerat për interesin. Po s'pat interes nuk i hyn asnjë lloj gjëje. Dhe te kjo pjesë do me thënë kam nguluar më shumë që fëmijët duhet që të jenë persona të ndihmojnë të tjerët, të jenë të dashur dhe ta shijojnë atë gjë që ata bëjnë. Me thënë, ti duhet të shijosh çdo gjë, po ta shijosh në veten tënde, jo ta shijosh që të ndihet tjetri mirë me atë që bën ti, domethënë. Gjithmonë këto ka qenë ato që jam munduar gjatë gjithë kohës, domethënë që të fal fëmijëve dhe nuk duhet të jenë të nënshtruar. Këtë pjesën domethënë e kam specifikuar shumë që Pse e ke menduar? E kam menduar këtë pjesë. E ke provuar vetë në momente të caktuara, ndoshta në shtrim është shumë i gjerë, domethënë. Është i gjerë, është edhe në shumë labirinthe të tjera, por që të tëre kemi provuar. Na pëlqen, nuk na pëlqen, kjo është pjesë e realitetit. Në momente të caktuara, dikush më shumë, dikush më pak. Po pra, domethënë në këtë situatë. Jemi njerëz dhe normalisht që ti mund nështrohet edhe për diçka shumë të vogël, për diçka shumë të madhe, diçka akoma më të madhe. Domethënë varet nga dimensioni, grada dhe dimensioni që ti e shikon në shtrim. Po thjesht, domethënë unë jam munduar që të them, mos u nënshtroni gjërave që nuk doni t'i bëni dhe që nuk jeni dakord me atë gjë që ju paraqitet, sepse nuk është mirë që ti t'i nënshtrosh diçkaje për të dukur mirë në rrethin shoqëror që ju jeni, ose që të jeni në rrymën. Thjesht, ajo që ju mendoni me të vërtet që mund t'ju interesoj dhe është shumë e mirë për ju dhe ju bën shumë mirë, asaj gjëje mund t'i mëshoni sa më shumë. Kurse të nënshtrohesh për diçka sipërfaqësore që nesër pas nesër ti do ta kuptosh që ajo ti je nënshtruar kosto dhe ti mund të zgjengelur edhe si tip në vetveten tënde diçka brenge që pse e bëra këtë, unë nuk doja ta bëja, por në të vërtetë e bëra që të dukesha mirë tek shokët ose te shoqjet e mia, domethënë. Ne kemi pasur këtë problem. Të paktën duke qenë një brez të dyja bashkë, ne kemi pasur këtë problem. Nuk kemi ditur të themi jo. Ose mos nuk na kanë mësuar të themi jo? Unë mendoj se nuk na kanë mësuar, sepse dhe brezat tanë më përpara, domethënë, kanë thënë gjithkohës që ti duhet të thuash po, duhet të jesh okay me të tjerët, gjithmonë aty, domethënë dhe kurse tani brezat kanë ndryshuar edhe koha ka ndryshuar edhe ti nuk ke pse ti thuash tjetrit po kur ti në të vërtetë ajo nuk është po ty s'të pëlqen dhe mund t'i thuash jo dhe mund të shkëputesh, s'ke pse të vesh me rrymën, sepse nuk është se fiton ndonjë gjë. Me djalin më ka ndodhur që këto gjëra që unë ja kam thënë mund mos ketë thënë po, ose ka thënë, dhe në momentin që ka thënë, e ka parë, ka vetë deri diku dhe është kthyer në shtëpi dhe më ka thënë që e di që kishe të drejti, po të kisha bërë ashtu siç më ke thënë ti, unë do isha më ndryshe, nuk do përfundoja në këtë pikë që kam përfunduar për shkakun për X me problem. Është gjë e mirë. Është gjë e mirë, po do punë edhe duhet që ne prindit t'i kuptojmë çik më shumë, domethënë nuk duhet t'ia bëjmë çdo lloj gjë traumë fëmijëve që kjo që po bën është një gjë shumë e madhe, mund të vej kështu, mund të përfundojë kështu, domethënë ti normalisht do t'i flasësh, edhe pse nuk është se 100% që ti flet ato do realizohen, se nuk ka prindën, po nuk ka prindë që nuk duan të mirën e fëmijëve të tyre. Dhe nga biseda diçka ngelet. Domethënë është e rëndësishme që ai e kupton që diçka duhet të ishte ndryshe në momentin që ai mund ta mendonte ndryshe. Ke një frikë të caktuar edhe për djalin edhe për gocën? Ose një frikë të përbashkët? Shiko, që normalisht e vuan vetë, po patjetër. Unë të them të vërtetën për çunin e kam pak merakun, sepse shoqëria këtu është e tillë që
në shumë gjëra dhe të imponon që ti bësh, sidomos të gjenerat që po kalojmë ne tani, të imponon që ti të bësh gjëra që ti edhe nuk i mendon ose edhe nuk i do. Dhe kjo është arsyeja që unë gjithkohës jam munduar që ka menduar që do ishte më mirë që fëmijët të ishin në një shtet tjetër dhe jo në Shqipëri, sepse ndonjëherë ti të merr rryma. Edhe kur ti nuk do, ty mund të marrë rryma drejt, nuk i këndot domethënë, se kështu bëjnë shokët, se kështu thon shokët, se këto pastaj je ai personi i padëshiruar ose je ai personi dhe ka menduar domethënë gjithmonë që mund të ishte një mënyrë tjetër për veten e tyre, për të mirin e tyre, domethënë mund të jetë një shtet tjetër i cili mund t'i ndryshoj pak të pjesën e mendimit që ti nuk mund të bësh çfarë mund të thonë tjerët ose ti nuk mund të jesh pjesa e asaj rrymës. Por tu ta imponon vendi, ta imponojnë njerëzit, ta imponojnë klima, ajri që të thjesht ta imponon dhe nuk e ndryshon dot, domethënë. Këtë ka menduar, por nuk e di sa mund të realizoj. Tani nuk e di as ta për të parë. Është për të ardhur keq që gjithsesi e mendojnë që atje jashtë ne mund të jemi më të mirë. Pavarësisht se ne jemi të njëjtët. Shikoj, këto janë... Kjo vjet re, më falë, kjo vjet re edhe tek fëmijët që janë rritur, janë edukuar, shkolluar, andaj që janë ndryshe nga brezat tanë, kjo është e dukshme. Që në mënyrën dhe cilëtërsinë, plus naivitetin me të cilin ata të përqafojnë ty, dhe kur them të përqafoj nuk e kam vetëm fizikisht, por edhe në mënyrë të komunikuarit. Në qasje, në ngrohtësi që të kurse fëmijët tanë jo. Fëmijët tanë neve i lëm në shkollë dhe ju themi që si të sillet, do i sillesh, të goditi, do i godasesh, fatkeqësisht. Nuk janë për të marrë parasysh si këshilla, por kështu është realiteti. Mua më erdhën niprit, se i kam jashtë shtetit, i kam në Amerikë, më erdhën vjetë edhe ishte një kunati im donte që fëmijët e tij të ishin si fëmijët e mi, dhe unë doja që fëmijët e mi të ishin si fëmijët e tij. Dhe po më thoshte që e disa dua unë të rinë në Shqipëri fëmijët e mi, që ai ka 3 fëmijë, 2 ka çuna, gocën e ka shumë vogël, edhe një vit dua të rinë vetëm në Shqipëri, që ai është vlonjat dhe është rritur në Vlorë, dua të rinë vetëm një vit që të bëjnë pak tipa të tillë, më vlonjat, jo aq shumë amerikan, domethënë po, yes, okay, domethënë gjatë gjithë kohës, kështu. Ata e kanë edukatën shumë të madhe, kanë atë mirësjelljen dhe nuk e di, është diçka që është ky paradoks i gjithë kohës, domethënë ti do atë që se ke, po në të vërtet ti nuk e shkon atë që ke. Dhe me kalimin e kohës mund ta kuptosh që dhe të shikosh se unë kam qenë shumë mirë, por se kuptova se çfarë doja, domethënë nuk e di nga i mirë. Prindërit gjithmonë mundohen për më të mirën e fëmijëve të tyre. Fiks. Po marrëdhëniet me dashurinë si ke? Je natyrë që i fal dashuri apo të ka ndodhur dhe jeta ka qenë e mirë me ty, ta ka kthyer më shumë dashuri? Si jemi në këtë prizë? Në përgjithësi unë jam njeri që besoj shumë te Zoti, besoj shumë fare. Edhe pse nuk e ke marrë shpërblimin dhe bekimin e tij? Gjithmonë unë e kam ndjerë që forca e tij ka qenë gjithmonë tek mua. Dhe unë them gjithmonë, ti para, unë pas teje. E kam kështu si shprehje. Besoj shumë në Zot. Dhe them që çdo gjë që ne na vjen në rrugë është dërgesa e Zotit. Jam njeri që fal shumë dashuri, po dhe kam marrë shumë dashuri. Kam marrë shumë dashuri nga shumë njerëz që mua më kanë rrethuar dhe mendoj që çdo njeri në momentin që ka dashurinë, ka atë fjalën e ëmbël, ka atë miqësinë e vërtetë dhe ka ata njerëz të vërtet të cilët ti të i sjell Zoti në rrugën tënde, çdo gjë kalohet shumë thjesht. Sepse të gjithë njerëzit kanë fuqi fizike për të bërë shumë gjëra, por në momentin që ata kanë edhe këtë pjesën e ngrohtësisë së shpirtit, të zemrës, që ke fjalën e mirë, ke ata njerëzit aty që të mbështesin gjatë gjithë kohës, ti me mendjen tënde je e bindur që ti ke mundësi që të bësh shumë gjëra të mira dhe po të përpiqesh pak mund të arrish. Por në momentin që nuk i ke këto gjëra, e ke çik problem. Dhe unë gjithmonë i them Zotit dhe kur i lutem, domethënë që shkoj në kishë, unë jam muslimane faktikisht, po gjithmonë frekuentoj kishën. Nuk kam shkuar asnjëherë në xhami dhe kur e mendoj njëherë them po pse s'kam shkuar në xhami, gjithmonë shkoj në kishë, se jam rritur me atë frymën e kishës katolike dhe gjithmonë Zotit i them që ti e di shumë mirë se çka ke vendosur për mua. Thjesht
Në jetën time, në rrugën time më lërë njerëzit pozitiv. Njerëzit Ka negativ, njerëz të mirë më? unë mendoj se ka. Mendon apo i ke në rrugën? Unë tënde? mendoj se ka, sepse unë i kam prezent në jetën time këta njerëz. Dhe i shikoj që në momentin që ti fal diçka pozitive, të kthehet përsëri kjo diçka e pozitive. Dhe besoj shumë edhe te karma, më kupton që është aty. Vërtet më shumë mund të ndihesh keq për momentin për diçka që mund të ndodhur, po thuaj që Zoti i Madh ti e di çka ka ndodhur. Unë nuk duhet të mbush mendjen të tjerëve çfarë ka ndodhur për këtë gjë. Ti e di, unë e rëndësishme është që unë me veten time jam shumë mirë dhe ka ndonjë dëshmitar shumë të madh që është aty gjatë gjithë kohës. Edhe kështu i them gjithkohës, njerëzit e negativ largoj nga jeta ime, mund t'i bësh presidente, mund bëj çfarë të duash, nuk ka rëndësi, domethënë. Thjesht unë të kem njerëz pozitiv në jetën time dhe për familjen time. Në këtë fazë të jetës që je, di çfarë nuk do? Të them të vërtetën po. Di ç'a dua dhe di ç'a nuk dua. Çfarë nuk do? Domethënë nuk dua që të përfundoj në një humner të cilën unë e di shumë mirë se ku të çon ajo gjë. Këtë nuk e dua, nuk e marr fare atë lloj rruge, se nis fare si proces dhe nis atë që unë e di se si do vazhdoj, si do përfundoj dhe ç'a do bëj. Jeta në përgjithësi çdo njeri e bën më të fortë dhe prapë te Zoti unë se. Ati është besimi yt, plus forca jote. Zoti gjithmonë të sjell probleme, të sjell gjëra të mira, gjëra të këqija, çdo gjë për që ti përballosh këto gjëra. Besimi në këtë të ka bërë dhe grua të fortë? Besimi në ato një dhe fryma dhe ndihma që më kanë dhënë familjarët e mi, që kanë qenë gjatë gjithë kohës, mami, motra, vllai më kanë qenë gjatë gjithë kohës, edhe pse nuk janë në afërsi në rrugë hajrore, fizike nuk i kam goxha larg, se janë fund botës kur them unë Amerika, por i kam. Po jemi në proces, po me të që bëri Trumpi tani besoj iku dhe mundësia për të ikur. Domethënë i kam pasur gjatë gjithë kohës aty që më kanë mbështetur për çfarë do lloj gjëje. E them, nëse ti ke besimin në Zot dhe njerëzit e du rreth rrotull teje, gjërat mund të vonojnë pak. Nuk është se Zoti t'i sjell shumë shpejt dhe ti mos të mundohesh, mos të stërmundohesh për t'i arritur gjërat, por në momentin që ti stërmundohesh, lodhesh, po dhe një lodhje dhe një kënaqësi që ti në fund ke atë satisfaksionin e këtyre gjërave, unë them që unë e di që ti aty gjithmonë për mua. Nëse do kthehesh e pas, çfarë do bëje ndryshe? Ai shkopi magjik po të lëvizte. Ku do shkonim? Të them të vërtetën, nuk besoj se do bëja ndonjë gjë më ndryshe. Të them të vërtetën. Do bëje zgjedhje të tjera, Lenet? Mbase mund të bëje zgjedhje të tjera, kur kam qenë moshë shumë të re, por në atë moshë që kam qenë thjesht nuk isha mësime, shkollë, më pëlqente shumë të merr ato 10-at e famshme, domethënë, po mos zgjidhja ushtrimet me yll, nuk flija dot gjumë. Si gjithë Brezion, se kështu kemi qenë. Jemi përpjekur shumë. Shumë për ato që donim, domethënë. Dhe shiko, na një njeriu merr vendimet shumë të rëndësishme për jetën e tij në një moshë shumë i vogël dhe nuk i kupton se çfarë merr. Thjesht me kalimin e viteve kur ti jesh disa vite pas, kupton që po pse mora këtë vendim, por mund të kisha shumë alternativa të tjera. Po është një moshë shumë e vogël që ne nuk i mendojmë të gjitha gjëra, do pjekje, do stërmundim, do sakrifica, do lodhje, do eksperiencë, duhen të gjitha bashk dhe në momentin që ti ke të gjitha bashk, kanë kaluar disa vite dhe pastaj kthesh pas edhe thua që ta kisha bërë ndryshe. Të edhe njerë diabet. Diabet se si të mustëroja. Lenet, je e hapur për dashuri të re? Shko, unë jam tip që apo i kontrollon emocionet? Në momentin që unë mendoj që mund të vi një dashuri e re, thjesht unë ato dashuri do ta shikoj vetëm nga ana shpirtërore. Domethënë nuk jam tip që të bëj ato llogarit ose të bëj për shembull të mendoj shumë gjatë për gjëra të tjera, thjesht në momentin që mund të jetë dikush që ma bën tek në zemër dhe unë ja bëj tek në zemër atij personi, kjo mund të jetë një mënyrë që unë mund të kemi dashuri tjetër në jetën time. Çfarë do të ketë ky personi?
Ka ndonjë gjë specifike që Leneda e do dhe e vlerëson tek dikush figurë mashkullore? Unë vlerësoj tek njeriu që mund të jetë në jetën time, vlerësoj që ai të më kuptoj mua dhe të më lër mua në lirit dhe në ato pasionet që unë kam. Me thënë, kjo është një gjë që të më kuptoj dhe të jetë me mua për krah, me thënë, çdo gjë ta bëjmë bashkë. Se ne jemi ai brezi që jemi mësuar gjithë kohës që marrim shumë impenjime, marrim shumë gjëra dhe themi e bëj vetë, e bëj duhet ta kështu. Me thënë, unë jam ai tip dhe nesër pas nesër të mije me dikë tjetër, unë këtë temperament kam, nuk është se do ndryshoj, kupton? Po thjesht unë kam qef që unë të jem në ato lirit e mia, do me thënë, ta kem personin që të më mbështesi dhe të më thotë që po, ti je këtu, jam dhe unë bashkë me ty këtu, do me thënë. Jo të jem unë vetëm në çfarëdo lloj gjëje, se ti je për vetëm, më fal, për çfarë do të jetë? Është e drejtë. Shumë mendoj. Më pëlqen që je hapur që e flasim temën. Nuk mu të roqen nga pyetjet. Nuk jam tip që baj gjëra kështu, jam si libri hapur, e kupton, nuk është se jam shumë... Është gabim të flasësh për këto? Për këto tema? Shikon, dëshira është e bukur, po edhe fakti që unë mund të jem e dashuruar dhe e përcjell dhe ndaj me njerëzit që dua, se tek e fundit edhe misioni është me njerëz që do, që vlerëson, që për fatin e mirë ose të keq pranojnë që të jenë pjesë e misionit tënd, kështu që pse të riqemi ne nga këto tema? Te ti nuk e vura re për shkak. Dhe po hezitoja që të vazhdoja të këmbgulja tek emocionet apo të riqesha se nuk dija se si do më reagoja. Shko, janë tema të cilat njerëzit kanë tabu të flasin. Por dhe për ndjenjat e bukura? Po se kështu janë rritur. Edhe në momentin që ti flet diçka tënde personale ose diçka ç'a mendon ti në të vërtetë ose si ndihesh ti, njerëzit gjithmonë mundojnë që të mbajnë atë mburojen për disa gjëra, për disa tema. Që mos të futet asnjëri dhe janë gjërat e mia personale. Unë në përgjithësi, nga që varet temperamenti i njeriut, varet edhe unë jam gjithkohës me njerëz, gjithkohës flas, më zhbër kështu domethënë, më zhbër vesh të folurit, e kupton, dhe janë gjëra që nuk më bëjnë fare përshtypje, domethënë, edhe këtë që nuk mendoj fare se çfarë do mendoj tjetri, e kupton, unë shikoj atë punën time, jam njëri që nuk i kam rënë derisa jam në këtë mos njerëzit shohin punën tënde, çfarë bën ti? Unë as nuk do ta dish. I bie që ka kohë, kurse unë s'kam kohë të merrem me punën time, jo të merrem se çfarë thot ai për punën time. Kështu që në përgjithësi shikoj atë Terezin time dhe nuk dua, as nuk kam cënuar njeri, as nuk cënoj njeri, thjesht nëse ka mundësi të ndihmoj dikë, ndihmoj pas një lloj shpërblimi pas, edhe kaq. Thjesht kështu jam. Kush është një zakon i vogël që ta shpëton ditën për veten tënde, që ta bën më të bukur, më relaksuese, nuk e di. Atë momentin e ke tëndin, dhe kaq. Unë momentin që ndihem mirë është momentin sa vinë palestër kur dal nga palestra. Ky është momenti që mua më jep që unë jam nuk e di, mund të jem në ndonjë dimension tjetër, se di këtë pjesën, po ndihem shumë mirë për këtë. Edhe kur iki me biçikletë dhe ajo më jep një kënaqësi, një qetësi, më jep atë qetësi që mund të jap një meditim shumë i mirë, mua më jep momentin që iki me biçikletë. Nuk e di, më është bërë diçka. Kurse kam dhe kur dal në një moment që se kam biçikletën, po ku e lash biçikletën, sepse më është bërë si diçka imja. Është pjesa ime. Kush është muzika që gjen veten, që të motivon, që të ndryshon humorin, të ndryshon ditën gjithashtu? Unë jam tip që dëgjoj shumë muzikë. Po, se edhe vetë fakti punës që dashur pa dashur ju përfshin. Dëgjoj shumë muzikë, jam një njerëz që nuk di fare të këndoj, domethënë ke parasysh kur s'ke vesh fare muzike. Ja, më mirë, mos provo. Fare për të kënduar. Çdo lloj muzike më pëlqen, thjesht ajo muzika italiane se jam rritur me atë muzikën italiane në sfond, domethënë. Edhe me kulturën e tyre. Po, më qetëson, më bën ndihem shumë mirë. Jam një njerëz që pas ndeza muzikën nuk filloj bëj punë të shtëpisë, domethënë duhet të jetë në sfond muzika dhe unë mund të punoj edhe gjithë ditën nuk lodhem. Nuk lodhesh. Po momenti i fundit kur ke qeshur me veten? E kujton? Të them të vërtetën, unë nga që flas shumë, mund bëj një gaf kur flas edhe. Po nuk ndalon ama. Jo, nuk. E kuptoj, po nuk ndalon. Ky mund të jetë momenti që qesh me veten time. Se di, kjo më kujton, më vjen në mend domethënë tani. Nëse nuk do isha ajo që je sot,
Kush do doje të ishe? Si do doje të ishe? Me kë do doje të ishe? Do me thënë me shumë psera aty pyetja. Që unë, nga që jam rritur nga një baba ushtarak, do me thënë, gjithmonë mendimi im ka qenë që unë duhet t'i përkas forcave ushtarake. Nuk e di pse ka qenë ky, jam rritur me atë logje, jam rritur me filmat italian, me general, me këto, do me thënë, dhe gjithmonë ka qenë që unë do besha dikush. Edhe kur shikoj një film që ka pjesën e uniformës ushtarake, mua më ndjell nuk e di, mbase një jetën më përpara më kem qenë dhe një ushtarak, nuk e di. Nuk ta them dot këtë gjë, po besoj kjo do ishte ajo që mund të kisha bërë. Qofse do isha Leneda Qamso, do isha një femër që kishte të bënte me pjesën e ushtrisë. Nuk e di pse, po më pëlqen shumë ajo pjesë. Do dojnë nga fëmijët ta merrte? Jo, se nuk as e kanë ata, as nuk janë kështu, ata kanë komplet të tjera. Nuk e di se çfarë do përfundojnë, se çfarë profesioni do marrin, po nuk kanë fare këto. Këto që kam unë dëshira, nuk i kanë ata, sepse ne jemi rritur në periudha të tjera, me këto mundësira dhe me këto figura, ata janë rritur në kohë tjetër, me profesione të tjera, ndikon shumë teknologjia në zgjedhjet që ata do marrin për jetën e tyre. Unë shijova shumë bisedën me ty. Thjeshtësia jote të bën të mrekullueshme. Këtë ma beso sinqerisht. Faleminderit që ishe me mua. Edhe unë të falenderoj shumë për ftesën, edhe unë ndjeva njësoj si kur isha në kafe poshtë me ju, jo si kur isha në televizion, gjithmonë kam parë ju dhe më duk me të vërtet si kur isha në një tavolinë mish, po, shumë e vërtet. E tillë je për Blun, e tillë je edhe për emisionin Çfarë nuk tregojnë femrat, e tillë do jesh edhe për publikun pas kësaj bisede ku njohin një Lenet tjetër, të tillë do jemi edhe në takimin e radhës. Deri atëherë, mirupafshi. Mirupafshi, faleminderit.